Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së Demit. Do bëjmë leximin e radhës apo të javës për ju të dashur demër. Leximi në përgjithësi është paqe. Keni nevojë jashtëmase për një paqe të brendshme, mendore, fizike, emocionale, çfarëdo që të jetë në rastin e juaj të dashur. Por ka diçka që është duke lëvizur. Mund të jetë thjesht vetëm një mendim i juaj për të marrë një rrugtim të ri, apo për të bërë apo për të marrë një vendim të ri. Mund të jetë vetëm akoma në mendimet e juaja. Tregon që jeni vërtet të bllokuar, letra e parë që është 8 të shpatës, dhe të friksuar, çfarë më tutje. Ndoshta nga mendimet, situatat që ju duken pa rrugdalje të dashur demër. Por kjo letër gjithashtu tregon që bllokimi më i madh vjen nga vetë ju, është më shumë mendor se sa real. Do të thotë çfarëdo lloj shqetësime që të keni të dashur demër, është më shumë që e keni bllokuar veten duke menduar se nuk ka ndonjë rrugdalje tjetër. E gjithë kjo faqe këtu të kupave tregon që duhet të jeni të hapur ndaj ndjenjave të reja, të ndjekësh kuriozitetin, apo siç thash në fillim, ato vendime, ato mendime dhe të kaloni në veprime. Dhe mos lejoni që ëndrat të ngelin vetëm ëndra, apo vetëm në mendime, por që do doja të veproni. Mos keni frikë, nga që dhe botën kam këtu është një përfundim i madh i suksesshëm i një cikli të ri, një epokë re, një kapitull i ri, sido që të jetë dhe çfarëdo që të jetë situata juaj. Prandaj po them, mos lejoni që këto të ngelen vetëm në ëndra, apo të mendoni që nuk mund të dilni nga kjo situatë, të ndjeni të bllokuar, siç thash, është më shumë nga frika, apo është më shumë nga ajo që jeni duke menduar që janë më të mëdha, apo janë të pasgjidhshme, të them në këtë mënyrë. Të dashur, paqja mbi gjitha në çfarëdo lloj situate është ajo që ju siguron që ka paqe absolutisht atje ku dëshironi të shkoni, ato mendime, ato ëndra, çfarëdo që keni vendosur, çfarëdo që jeni duke menduar apo përpiluar në kokën e juaj. Do thotë edhe nëse tani duket një moment i pasigurisë ku ka më shumë rehati, qetësi, paqe se në duart e nënës, jemi të mbrojtur, ndjejmë një siguri dhe stabilitet jashtëmase të madh. Prandaj thot, nuk ka asnjë nevojë të shqetësoheni, të brengoseni, nga që çdo gjë është ashtu siç duhet të jetë nëse ndërmerrni këto hapa. Pra, jeni në një prag, ta them, të përmbushje shumë të bukur, qoftë dhe në përpilimet e mendim në kokën e juaj, qoftë dhe vetëm një ëndër, qoftë çfarëdo dëshirë, synim, qëllim, por që ajo kërkon që të shkëputeni, ta them ashtu, nga frika dhe mendimet që ju bllokojnë. Besoj rrugës që po hapet për ju. Gjithçka do të rregullohet për të mirën tënde, dhe paqja është ajo që jeni duke kërkuar, qoftë shpirtëror, qoftë emocional. Paqe sido që të jetë është paqe të dashur demër. Pra, kjo është ajo që kërkohet nga ju. Do thot, asgjë nuk vjen nga letrat, por nga veprimet e juaja. Letrat vetëm ju ndihmojnë të jeni apo të arrini aty ku duhet. Një guide, një ndihmës në rrugtimin e juaj. Faleminderit të dashur demër që ishit me mua. Nëse ky lexim ju dha diçka sot, edhe herën tjetër, këtu gjithmonë do gjesh diçka që flet me ty apo për ty. Qofshi bekuar.